premisë etnografike si dhe një mori aktivitetesh sidomos përgjatë verës pasqyrojnë një ndërthurje mes traditës dhe nismave moderne në jetën kulturore të zonës së Kamenicës. Si klub letrar ne mbajmë aktivitete si në gjithë Kosovën, por i kemi ato më të veçantat flakën e janarit, që e kemi mbajtur edhe para se disa ditëve, e kemi manifestimin unik lulkuqet e prillit. Fryma tradicionale për cilat brez pas brezi duke lënë gjurmë në vazhdimsi, duke kujtuar të kaluarën e duke ndërtuar të ardhmen. Në komunën tonë të mirë, që është atraktive, edhe që ka dhonë shumë njerëz. Komuna Kamenicës, edhe njerëz pendës, edhe njerëz luftës, edhe njerëz dije se gjitha mënyrat meriton komuna që t'i kthehet një zhvillimit më të hashëm. Ka sidomos sezon verore, ka aktivitete, ka lola ndryshme në shesh, ka gjithçka është super. Mendoj që Kamenica është zhvilluar mjaft, dhe besoj që ka më zhvilluar halot më shumë. Si shumë komuna të tjera, edhe komuna e Kamenicës gjallëron kur bashkëdhetarët u kthehen rrënjeve. Ditët e mërgatës dhe aktivitetet të tjera kulturore të bojnë edhe qytetarë të viseve të tjera. Pikërisht këto dhe është qëllimi i artit. Kur them të artit, them gjitha sfera, do thotë se nuk është arti vetëm letërsia, po është edhe muzika, është edhe sporti, edhe fusha të tjera. Me këtë zhvillim dhe organizim të jetës kulturore, pikërisht i përgjigjemi pyetjes suaj që të shkundemi pluhurin e historisë nga e kaluara për të dukur shkëlqimi i asaj gjatë rrjedhave të historisë. Përmes aktiviteteve kulturore, komuna e Kamenicës në vazhdimsi bën përpjekje për të fuqizuar kohezionin shoqëror përmes ngjitjes së dialogut të ndërtojë ura mes brezave.